Në përgjigje të detektimeve të dronëve që penguan trafikun ajror të Kopenhagenit dhe në qytetet të tjera daneze, Danimarka mirëpret udhëheqësit europian në kryeqytet gjatë ditës së sotme. Në dy samite që u mbajtën ditën e dieshme dhe ai sotmi, që do të fokusohen tek siguria dhe mbrojtja. Suedia dhe Gjermania po ofrojnë mbrojtje shtesë kundër dronëve për fqinjet e tyre para takimeve. Takimet fillimisht do të përqendrohen në forcimin e mbrojtjes europiane së bashku me Ukrainën, që do të përfshin udhëheqësit e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Komisionin Evropian dhe institucione të tjera ndërkombëtare. Komisioni Evropian u ka dërguar udhëheqësve për diskutim një dokument që e ka parë Radio Europa e Lirë. Aty përmenden projekte ushtarake që bloku evropian duhet të realizojë në 5 vitet e ardhshme me qëllim që të arrihet një marrëveshje mbi një plan të detajuar ku udhëheqësit të takohen sërish në Bruksel në fund të tetorit. Që në fillim dokumenti heq çdo dyshim mbi arsyen pse kontinenti ka nevojë të rrisë shpenzimet për mbrojtjen, duke thënë se nevoja për përshpejtim dhe intensifikim të përpjekjeve pasqyron natyrën akute dhe në rritje të rreziqeve të sotme, si dhe peizazhin në zhvillim të kërcënimeve në të cilat Europa dhe shtetet anëtare duhet të përballen, të përshtaten dhe të përgatiten. Kjo nismë me agresionin e paprovokuar të parsyetuar ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës, i cili po arrin në nivele të reja të brutalitetit dhe dhunës. Provokimet e papërgjegjshme ndaj shteteve anëtare, nga sulmet kibernetike deri tek shkeljet e hapësirës ajrore janë në rritje. Dokumenti përshkruan 4 projekte kryesore që Brukseli duhet i financojë: murin evropian kundër dronëve, vëzhgimin e krahut lindor, mburojtjen e hapësirës ajrore dhe mburojtjen e hapësirës së mbrojtjes. Aty thuhet se veçanërisht 2 projektet e para kërkojnë urgjencë të veçantë dhe duhet të përparojnë me shpejtësi. Ndërsa detajet që diskutohen në një të ardhme të afërt, veçanërisht nga Ministria e Mbrojtjes së Bllokut në tekst, u tha se muri kundër dronëve do të dizenjohet si një zonë thellë me shumë shtresa, do të pajiset me sisteme të teknologjive të avancuara, me kapacitete të ndërveprueshme kundër dronëve, të ndjekjes dhe zbulimit dhe me kapacitet për të goditur objektivat toksor dhe shfrytzuar teknologjitë e dronëve për sulme precize. Po ashtu, në dokument theksohet se Bashkimi Evropian duhet të shfrytëzojë ekspertizën e Ukrainës për këtë çështje, me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen që tha me 30 shtator se Komisioni Evropian ka rënë dakord që të financojë prodhimin Ukrainas të dronëve me vlerë prej 2 miliard eurosh. Vëzhgimi i krahut lindor është një projekt edhe më ambicioz që synon vetëm dronët, por edhe luftimin të ashtu quajturës flotë në hije të Rusisë, lloje të tjera të operacioneve hibride brenda Bashkimit Evropian, por dhe operacione tradicionale si dhe agresion të armatosur. Në tekst theksohet se synohet të forcohet kufiri lindor sa i përket kërcënimeve nga toka, ajri dhe deti, duke kontribuar në sigurinë e të gjithë bllokut dhe bazohet në 4 element: në mbrojtjen toksore, sikurse fortifikimet dhe sistemet antimobilitet, muri evropian kundër dronëve, në sigurinë detare në detin Balltik, në detin e Zi, si dhe vëzhgimin e situatave nga hapësira. Në dokument nuk është përmendur kosto konkrete, por vlen të theksohet se Komisioni Evropian ka propozuar që 131 miliard euro të dedikohen për projekte të mbrojtjes në propozimin e tij për buxhetin e ardhshëm për periudhën 2028-2034. Më herët gjatë këtij viti, Brukseli ofroi një hua prej 150 miliard eurosh e njohur si SAFE për të nxitur prodhimin në fushën e mbrojtjes në gjithë bllokun. Deri në tani, 19 shtete të Bashkimit Evropian kanë përfituar nga ky fond, me Poloninë dhe Rumaninë që pritet të jenë përfituesit më të mëdhenj. Sa i përket Ukrainës, udhëheqësit nuk pritet të bien dakord mbi një paketë të re të sanksioneve të propozuar në shtator. Disa kryeqytete, për shembull, ende kundërshtojnë propozimin për të eliminuar gradualisht importin e gazit të lëngshëm natyror rus deri në 2027. Për vazhdimin e ndihmës financiare nga Bashkimi Evropian për Kievin, udhëheqësit vazhdojnë të dëgjojnë më shumë nga von der Leyen për idetë e saj për një hua me vlerë prej 140 miliard eurosh. Ata po ashtu do diskutojnë se si do të kalojnë ngërçin mbi rrugën e Ukrainës drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, pasi Hungaria për më shumë se një vit ka bllokuar hapjen e bisedimeve për shkak të asaj që Budapesti e vlerëson si mungesë të drejtave të minoritetit hungarez në Ukrainë.
Presidenti i Këshillit Antonio Costa ka propozuar të ndryshohet metodologjia e përgjithshme e antarësimit në Bashkimin Evropian në mënyrë që hapja e kapitujve për antarësim të mundsohet përmes votimit nga shumica e kualifikuar, pra shumica e vendeve anëtare që përfaqësojnë 65% të popullsisë së përgjithshme të Bashkimit Evropian, ndërkaq vetëm mbyllja e negociatave do të kërkojë unanimitet. Një ndryshim i tillë do duhet të marrë dritën jeshile nga të gjitha kryeqytetet e Bashkimit Evropian, përfshirë Budapestin, dhe një gjë e tillë ka pak gjasa të ndodh, edhe pse një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian tha se Costa nuk e ka përshtypjen që një gjë e tillë është krejtësisht e pamundur.